3 fjalët që thirrin $500 milion në jetën tënde. Unë jam pasuri. Përshëndetje të gjithëve. Sot dua të flasim për diçka që mund t'ju ndryshojë jetën plotësisht. Imagjinoni të shikoni llogarinë tuaj bankare dhe të mendoni, nëse paratë do të ishin një garë olimpike, unë do të isha vetëm shikues, jo garues. Nuk je i vetëm në këtë. Miliona njerëz luajnë fshehë e gjej me paratë e tyre dhe paratë po fitojnë çdo herë. Por sot diçka do të ndryshojë për ty. Unë do të ndaj me ty 3 fjalë të sakta, të thjeshta, por aq të fuqishme sa mund të thirrin $500 milion në jetën tënde. Po, ke dëgjuar mirë, gjysma e 1 miliardi. Jo përmes fatit të verbër, jo përmes magjive të rreme, por përmes një ligji hyjnor që funksionon për të gjithë. Para se të mendosh se kjo është një tjetër histori e pasurimit të shpejtë, dëgjo me vëmendje. Kjo nuk është për formula të lehta apo ëndra lotarie. Kjo është për të urdhëruar energjinë që krijon vetë paratë. Sa po ta kuptosh, nuk do të duhet më të ndjekësh pasurinë. Ajo do të ndjek ty. Le të fillojmë me një të vërtet bazë. Shumica jonë nuk kemi problem me paratë, por me fjalët që përdorim. Ne kthehemi në makina ankimash dhe pastaj çuditemi pse jeta na kthen fatura të pafundme. Thuajmë gjëra si jam i varfër, nuk e përballoj dot, paratë nuk vijnë kur lehtë. Dhe presim bollëk. Kjo është si të qëndrosh në shi duke thirrur uroj të mos bie shi dhe të presësh të qëndrosh i thatë. Fjalët tona nuk janë thjesht tinguj, ato janë urdhra shpirtëror, kode energjie që dërgohen në univers. Dhe universi? Ai nuk thot kur jo. Ai vetëm pasqyron atë që ti deklaron. Kur thua mungesë, ai thot, mirë, më shumë mungesë po vjen. Mendohu, sa herë ke thënë jam i lodhur nga kjo për paratë? Dhe ja ku je ende. Sot do të mësojmë të flasim si krijues, jo si viktima. Pika 1. Problemi i vërtet, fjalët si komanda. Le të thellojmë këtë. Shumica mendojnë se problemi është puna e pamjaftueshme apo fati keq, por jo, është një problem me fjalët. Çdo fjalë që del nga goja jote është një urdhër. Është si një kod që aktivizon frekuencën e jetës tënde. Nëse thua paratë më ikin nga duart, universi dëgjon dhe thot, "Okej, le të ikin më shpejt." Por nëse fillon të thuash bollëk, diçka ndryshon. Mund të pyesësh, por unë kam provuar të flas pozitivisht, pse nuk ka ndryshuar asgjë? Kjo ndodh sepse fjalët e tua nuk janë të sinqerta. Ti thua jam i pasur me gojen, por brenda zemrës po shqetësohesh për faturat e ardhshme. Kjo është si të thuash do të ha darkë të shijshme, ndërsa po refuzon ushqimin që ke para. Nuk funksionon. Fjalët duhet të vinë nga një vend i pastër, pa dyshim. Sot do të mësojmë të pastrojmë atë dyshim. Deri në fund të kësaj videoje do të kesh 3 fjalë që mund t'i thuash çdo ditë dhe të shohësh si paratë fillojnë të rrjedhin drejt teje. Dhe nëse je i ri në kanalin tim, mirë se vjen. Ne mbajmë videot e shkurtra, por të mbushura me fuqi, si një goditje e shpejtë e energjisë që zgjon diçka brenda teje. Qëllimi ynë nuk është të të mbingarkojmë me orë ligjërata, por të japim mjete që mund t'i përdorësh menjëherë. Tani, le të pranojmë realitetin, ke punuar fort, apo jo. Ke lexuar libra për manifestim, ke lutur natën, ke vizualizuar ëndrat e tua, ke ndezur qirin për bollëk, ke shkruar afirmacione në fletore, dhe ende ndihet sikur pasuria është në pushim të gjallë. Ndoshta mendon, ka diçka të gabuar me mua. Të tjerët e kanë sekretin, unë jo. E kuptoj plotësisht. Je i lodhur nga kjo pritje e pafund, nga gati, por jo ende. Je i mërzitur duke parë miqtë tënë të postojnë foto nga pushimet luksoze ndërsa ti po llogarit centat. Por ja çfarë po ndodh vërtet, nuk je jashtë rrugës, je thjesht i paqartë. Ke dërguar sinjale kontradiktore te universi. Një ditë thua dua pasuri, tjetra po shfletosh faturat dhe thua, kjo nuk mbaron kurrë. Je si dikush që ndryshon porosin në restoran çdo 5 minuta, makarona. Jo, picën, prit, asgjë. Si pret që darka të vijë. Kështu funksionon komunikimi me universin, duhet qartësi absolute. Sot do të jap atë qartësi. Pika 2. Energjia dhe frekuenca, bazat e bollëkut. Para se të vim të 3 fjalët magjike, le të kuptojmë pse ato funksionojnë. Gjithçka në univers fillon me energjinë. Ti je energji, unë jam energji, telefoni yt është energji, madje karrigia në të cilën po ulesh është energji në vibracion. Paratë? Ato janë po ashtu energji, një formë e bollëkut që rrjedh të ata që vibrojnë në frekuencën e saj. Ja pse 2 njerëz mund të kenë të njëjtën mundësi, njëri bëhet milioner brenda muajsh, tjetri mbetet i ngecur për vite. Nuk është fat ose lidhje, është alinim i frekuencës. Le ta bëjmë këtë praktike. Kur ndihesh i pasur, i falënderueshëm, i plot me gëzim dhe siguri, je në të njëjtën valë me pasurinë. Por kur je i ankthrueshëm për faturat, i dëshpëruar nga dështimet e kaluara, ose xheloz ndaj suksesit të tjerëve, je në frekuencën e mungesës.
Universi nuk dëgjon fjalët e tua, ai ndjen vibracionin. Dhe ja ku vjen fuqia e fjalëve, ato krijojnë atë vibracion. Kur thua fjalë pozitive me besim, truri yt fillon të filtrojë botën për prova të bollëkut. Është si të rregullosh një radio në stacionin e duhur, pa pritur, dëgjon vetëm këngë suksesi. Por nëse vazhdon të thuash nuk kam mjaftueshëm, je duke u rregulluar në stacionin e statikeve. Tani, je gati për zbulimin? 3 fjalët që thirrin $500 milion janë: unë jam pasuri. Po, aq të thjeshta. Por mos e nëmblerëso thjeshtësinë, ato janë si një bombë atomike e krijimit. Kur thua unë jam, po thërret emrin hynor të ekzistencës. Nuk po e përshkruan veten, po e definon. Po flet si një mbret, jo si një lypës. Universi dëgjon unë jam dhe lëviz hyjet për ta bërë të vërtetë. Por këtu gabojnë shumica, thon unë jam pasuri me buzët, por zemra thot kjo është marrëzi. Besimi është qelësi, patë, fjalët janë si letra pa vull. Duhet ta ndjesh, ta mishërosh. Provo tani, thuaj butësisht unë jam pasuri. Çfarë ndodh brenda? Një zë i vogël thot, jo, nuk je? Ky është programimi yt I vjetër, ndërgjegjja e varfërisë që po mbron veten. Mos bëj luftë me të, përsërite frazën derisa të heshtet. Çdo përsëritje është një rresht I ri kodi në nënvetdijen tënde, duke fshirë frikën dhe kufizimet. Pika 3. Ritualet praktike ditore, si ta bësh të funksionojë. Tani, le të kalojmë te praktika. Ja rituali yt ditor për pasuri, çdo mëngjes, para se të prekësh telefonin, ulu për 60 sekonda. Thuaj unë jam pasuri, por mos e thuaj thjesht, ndjeje. Imagjino çarçafet si mëndafsh luksos, ajrin si erë suksesi, buzëqeshjen tënde si dikë që sapo ka nënshkruar një kontratë miliardere. Pastaj, gjatë ditës, bëje kolonë zanore të brendshme, në trafik, unë jam pasuri. Duke larë enët, unë jam pasuri. Duke paguar një faturë, veçanërisht atëherë, unë jam pasuri. Sepse pasuria nuk është numër në bank, është identiteti yt. Kur e mishëron, parat vijnë për të ndjekur. Kjo nuk është deluzion, është psikologji hynore. Nënvetdia jote nuk pyet, ajo bindet. Thuaj se je I pasur dhe ajo do të filloj të shohë mundësi kudo, një ide biznesi, një lidhje e re, një shans I papritur. Një herë, një mike ime e provoi për 21 ditë. Qeshi fillimisht, por në ditën e tretë mori një bonus të papritur. Në ditën e 10 të gjeti para të harruara në xhep. Deri në fund, një ngritje pune. Rastësi? Jo. Tani, çfarë me botën reale? Faturat, borxhet, krizat? Pasuria nuk I injoron, I transformon. Nuk pret derisa të kesh para për të ndjerë pasuri, ndjen pasuri së pari dhe parat vijnë. Ligji thot, tërheq atë që je, jo atë që dëshiron. Pra, besoj së pari dhe prova do të vijë. Merr një frym të thellë tani. Kemi hapur derën, tani le të ecim brenda. Pika 4. Thellimi, si ta bësh të pandalshme. Në pjesën e dytë, le të vullosim këtë. Kur thua unë jam pasuri, nuk po bind universin, po I rikujton atë që është e vërtetë. Unë jam është deklarat krijuese, ajo urdhëron, nuk lutet. Bashkoje me pasuri dhe ke një urdhër kozmik që nuk mund të refuzohet, përveç se nga dyshimi yt. Pra, sot po mbyllim çdo boshllëk. Flasim për qëndrimin e energjisë, zgjohu, drejto shpinën, hap zemrën, merr frym si pronari I botës. Energjia flet më fort se fjalët. Pastaj dyshimi, ai vjen si një taks e vjetër. Kur thot kjo nuk funksionon, përgjigju me unë jam pasuri përsërit derisa të zhduket. Mendja jote është si një kopsht, mbjell farbollëku çdo ditë dhe delet e mungesës thahen. Nuk ke nevojë ta ndjesh menjëherë, përsëritja e bën emocionin tënd. Një grua që e provoi në fillim ndjej budallaqe duke e thënë duke larë dhëmbët, por pas një jave, një marrëveshje e vjetër u rikthye dhe të ardhurat u dyfishuan. Tani, lirim, pasuria fillon duke hedhur mungesën e vjetër. Lirore sentimentin ndaj atyre që kanë më shumë, fajin për gabimet e tua, versionin e vjetër të vetvetes. Thuaj, liroj të vjetrën. Unë jam pasuri. Kjo hap kanale për rrjedhën hynore. Pika 5. Emocionet, veprimi dhe falënderimi, shkenca e manifestimit. Le të shkojmë te shkenca, emocionet janë energji në lëvizje. Gëzimi, falënderimi, dashuria, këto ngritin frekuencën dhe tërheqin pasurinë si magnet. Frika e ul. Pra, mos u fokuson në 500 milion si numër, ndje lirin, paqen, gëzimin që sjell. Provo vizualizimin, imagjino veten në një shtëpi luksoze, duke nënshkruar çekun për ëndrat e tua, duke ndjer lehtësinë. Thuaj unë jam pasuri. Jo do të jem, por jam. Kjo ndryshon timelinen, pastaj veprimi, besimi pa veprim është ëndër. Pas afirmimeve, idetë do të vinë, ndiq ato. Dërgo emailin, fillo projektin. Veprimi ankoron besimin.
Dhe falenderimi paraprak, thuaj faleminderit për 500 milionët që po vinë, për dyert që po hapen. Kjo vullos besimin. Ti e shenja, mos prit më. Qesh pak, nga universi do marrësh të gëzim, jo shgënjim. Nëse ke provuar afirmacione më parë dhe nuk ka ndodhur asgjë, mos u dorëzo, ishe duke gërmuar faren shumë shpejt. Vazhdo dhe do të shohësh rritjen. Përgjithësim dhe thirrje për veprim. Për 21 ditë, thuaj unë jam pasuri mëngjes e natë, shkruaje 10 herë, shto falenderim, unë jam pasuri dhe jam falenderues për bollkun tim. Merr një veprim të vogël çdo ditë. Kur dyshimi vi, thuaj është bërë. Thuaje me mua tani, unë jam pasuri. Ndjeje në çdo qelizë. Nëse kjo të ndes, shkruaj unë jam pasuri në komente, le të krijojmë një val energjie. Abonohu për më shumë, sepse ti nuk po tërheq pasurinë, ti je pasuria. Ecë sot si i tillë, thris si krijues. 500 milionët nuk po vinë, po kthehen te ty. Thuaj një herë të fundit, unë jam pasuri. Shko si i tillë. Faleminderit për vëmendjen, shihemi në videon tjetër.